Shenja e binjakëve javën e kaluar ishte në fazën ku nuk e dinte nëse donte të qëndronte brenda në shtëpi apo donte të dilte jashtë. Mund të kemi pasur zhgënjime të shumta në marrëdhëniet që kanë pas me partnerët e tyre, me njerëzit që kanë pasur rreth e rrotull. Ndërkohë që tashmë do të rikthehet në veten e tij, pra nuk do të ketë më nevojë që të marrë aprovimin ose mendimin e të tjerëve për të ditur vlerën e tij, dhe kjo është diçka vërtet shumë pozitive për të. Gjatë kësaj jave, por gradualisht do të fillojmë që të kemi një vetbesim më të lartë. Do të fillojë që të jetë më aktiv. Kjo do të jetë e vlefshme edhe për sa i përket udhëtimeve. Udhëtimet me automjetet e tyre do t'i këshilloj që të jenë shumë të kontrolluara, të kontrollojnë mirë automjetin me të them para se të dalin në rrugë dhe të ecin në limitet e shpejtësisë. Jemi në periudhën ku mund të krijojë një stabilitet shumë të mirë financiar, në qoftë se përzgjedhin gjithçka në jetën e tyre dhe mbajnë vetëm ato që janë të nevojshme, të domosdoshme, më të themi. Kjo është e vlefshme edhe për brenda banesës.